qytetarët e Republikës së Kosovës bashkëvendas të komunës së Skënderajit. Sot me këtë shprehje drejt për drejt do ta sulmoj AKI-n, e cila për çdo njerin nga ne e din se kush jem, çka bojmë dhe çka veprojmë. Mu nuk keni nevojë më mru 24 orë. Mu nuk keni më nevojë më mbrojt nga askush. Dua që prap të kthehem ato ku lind krimi dhe ku përfundon krimi. E poshtë sot Samir Shtokin duke vizituar Varrezën e gjetur në Zubin Potok. A e dini qytetarët e Republikës së Kosovës dhe ju drejtësakët e mi, njeriu i cili ka kry krime në Sohagarn, të cilin e ka arrestu policia e Kosovës para 2-3 muajve apo më shumë pak, është mik i shtëpisë i Samir Shtokit, Shkov, nga Syrigona, i cili ka kry dhunë, terror, krim e masakrë ndaj shqiptarëve Drenicës e Magja. AKI-ja nuk duhet flenë. Ne kemi liftu si qytetar që ta kemi institucionin në mbron. Po jo institucionit i raportoj njerëzve që kanë kry krime. Sot kishte shku në veri dhe kënë si u dhemshin ato viktima atje në Zubin Potok. Ne kem shumë viktima, por ti ke pos me qasi me Serbin nga Syrigona, i cili ka masakru shqiptar dhe ka arrestu policia para 2-3 muajve apo 5-6 muajve maksimum. Kështu që AKI-ja duhet vepron. Familje tradhtor, vrasësi dhe kriminali nga Pluzhina, i cili ka ka masakru dhe na ka liftu me autoblind 98-99, jeton i lirë. Vrasësi ka vepru në Prekaz kë, apo më falni në Drenas. Vrasësi, dhunusi dhe kriminali nga Prekazi, familjarisht i njohën familje Utbashës, vjen edhe shëtitet lirshëm na për Skënderaj, her me kaqket, her pa kaqket. Jeton perëndim, por pushimet vjen i kryen këtu. AKI-ja ka obligim dhe policia, gjykata, prokuroria kanë obligim të mbrojnë neve, të mbrojnë qytetarët, të mbrojnë qytetarët e vërtet nga bonda kriminale. Nuk ishte e ndershme aja që Samir Shtokit shkon të viziton Varrezat në Zubin Potok, nuk do të ishte leju ky person që të afrohet nga të Varrezat derisa ka mitësi, kumari e bashkëpunim me terroristin Milan Radojqić, ku shefi i prokurorimit Samir Shtokit, Haxhi Beta, ka qenë shefi i prokurorimit edhe i terroristit Milan Radojqić Leposavić, edhe i Samir Shtokit Skënderaj. Nuk është e ndershme që këti njeri të jepet kredibilitet, as njerëzor, as institucional, që këta terrorizon gjithë Drenicën e AKI-ja, prokuroria, gjykata, policia t'ja morrin potin. Nuk dua që qytetarët e Skënderajit ta morrin këtë njeri si të fort. As të një diktator, as të një dhunus, nuk është i fort. Njeri i fort është ai i cili që në vendin për para, investon për vendin e vet. Por jo njeri i cili bashkëpunon me serb, me terrorist dhe shkon e kon të Varrezat e OÇK-s. Gjomna ju qytetarët e Skënderajit veç një familjet ndershme që e ka neru Samir Shtoki. Të gjithë shkrimtarët e vërtet, ushtarët e OÇK-s janë të injoruar nga kë. Se kë as nuk do njerëz të meqëm ofër, as nuk do njerëz të fort ofër. I ka këta të cilët i ka qitë për para edhe po investon, po ndërton me para të taksapaguzve. Pra, nga këtu i tham AKI-s, shërbimit informativ të Kosovës. Nëse ju nuk e dini, unë ju kallëzoj ku janë kriminalët. Ku janë ata që na liftun me autoblinda, po nuk guxoni me arrestu. Këto nga Prekazi, zguxoni me arrestu se e ka qitë familjarin e tina, Samir Shtoki për para edhe ndërton. Ja ka dhon stadionin e futbollit një hektar nadhëtari. E ndërton bashkë me tonë. Për këta unë jam i rrezikshëm se ju kum hi kështu si kur ujtë kur ju he për fundë. Mos menani ju se
Unë e baj këto për veti. Duke i po rinin ton të na emigru, duke i po rinin ton të na ik, jam i detyrushëm që ti gjej nga zgjumi edhe institucionet edhe qytetarët. Që shpejt ta kem një protest masive në Skënderaj edhe ta hekum këtë njeri. Këtë njeri të keq, i cili notën, ditën na qon e notën na vret. Ku janë këto institucione si se arrestojnë këtë njeri ka ardhe ka terrorizu hoxhën e Plozhinës atje? Ku janë këto institucione cilat e kanë po publikisht se ky ka tentu edhe mu të më shantazhën, të më kërcenan, të më blenë për toni ka hasë ngusht, se i kanë munguve 3 sekonda, po ka ik, më fa një shpreje si qenë. Ku janë këto institucione ka re njerëz nga Rezolla, ka re njerëz nga gjitha fshatra, edhe veç e gjungurën edhe më shef dorën, kur o Kallablak. Ky njeri është njeri i rrezikshëm. Çdo kush që e shihni, do të me ik pitina. Gjitha ta komandant që i shkojnë mropa janë mercenar. Janë ata cilë t'i ka stërpikë. Prandaj, AKI-ja ka obligim që sa ma shpejt të arresto këtë njeri sa s'ka buna i kem ma. Ky njeri, momenti si ta she, se po hup, ky do t'na vret. Ky nuk na le neve kundërshtor kështu. Ky njeri, momenti si e she, se po i shkon Sokol Halili te arkivi atje, cilin e ka kriminalizu, ky do ta vret Sokol Halilin. Por nuk do ta thynë Sokol Halilin, as nuk do ta trem Sokol Halilin. Une jam i qytetarve dhe nuk ka furt, Afrikë si më thënë. Kështu që komuna e Skënderajt është një komunë kriminele e cila ka privatizu, ka vjedh, edhe u hi i ka kall dokumentat në komunë. Ky vet i ka kall dokumentat. Gjitha ta drejtërë, u mund t'janë ndjehin një ka një, të cilët janë dënu për krimet në Skënderaj, asë një nuk ka vujt dënim. E kerem kry terroristin i cili bashkëpunon edhe ndërton edhe në Prishtinë me Milana Dojqiqin, sot, e kem kry terroristin i cili ka mojt kontabilitetin edhe sa Milushtokit edhe Milana Dojqiqit. Orë dhe ka nxo zemrën e Skënderajt. Orë edhe ka mor stacionin e autobus, e ka qu stacionin e autobusa në prënd vet, edhe i plaçkit Drenicakt me ka 3 euro e gjysë sa hartin. Here 15, here 50 autobusa, llogarite çfarë matematike kanë bu këta për interesat e vet personal. AKI ka obligim mos të mrun mu, s'keni nevojë ju më mru mu 24 orë. Se unë jam i vetëdijshëm, jam plotësisht i vetëdijshëm dhe i gatshëm ta mbroj vetën. Por ju do t'i arrestoni këta kriminal, këta terrorist, cilët janë dënuar mbi 4 vite burg, nuk shkojnë me vujt dënimin, por vozitin kje rezultare. Ku guxo kriminali, i dënuari, vrasësi, ku guxo me kop ballonin e kje rezultar. Ku guxon, cili ligj në botë ja lejon. Përveç komunë Skënderajt, kjo gjë nuk do dhe askon. Prandaj, sulmim ndaj tyre nuk do të ndalet, derisa qytetarët quhen kon. Edhe ti jekun nga këto. Disa vrasës, serik, janë truprojat sa Milushtokit. Edhe paguhen nga komuna. Pse AKI nuk i largon nga komuna këta njerëz të pist? Pse AKI nuk i arreston njerëz që kanë vrarë shqiptar, kanë dhunu shqiptar? Drenicak, ku janë institucionet, për kanë punojnë këto institucionet, deri kur populli do t'jetoj me frikë? Deri kur populli jonë i Drenicës do t'vunë nga bonda kriminele terroriste? I kini 100 oktet këtina barbare. Mrena 2 vite, 3 heri ka tjetërsu 53 hektarë në Kopileq atje. Mrena 3 vite, tu ikë, si ja të publikojsh a e kepe ati e qitë kënë tjetëri. Kër ja publikojsh a qitë këta e tjetëri. Ku është AKI e cila i ko kompetenca me zbulu pse për na desi njerëzit? Pse ka vdek e Sat Tahiri? Pse ka vdek Afrim Sylla? Pse kanë vdek tjere shumë? Mrena jove.
Ku janë AKI, ku ne veti kam dëgju, këto viktima të thonë, o ku për mu bre. Unë i kam dëgju edhe shumë tjerë shokë mi i kam dëgju, qytetarë tonë të thonë ku për mu bre. E une i kërkoj institucionit ma kredibil, institucionit ma përgjec, AKI-s që të vepron dhe të arreston këtë njeri të rrezikshëm me këta kriminellë si ko për rreth, që qytetarët mos t'i kanë frikë mo. Qka dëni ju ma shumë? Rehen qytetarët midis qyteti, ta sulmon hoxhën atje, hoxhën e Pluzhinës, ta sulmon dërgutin e Rezallës, ta sulmon Rëkullin, ta sulmon aton. Qka po dëni ju ma shumë? Ta sulmon avokatin, më falni shpreje, pedofil. Sa edhe pse unë pedofil, na s'kina drejt mi vro, s'kina drejt mi rej, janë institucionet cilat merren me to. Edhe avokati pedofil, quhet, ja len në dorë hoxhës nga Drenasi, edhe 2 komandantëve me a pleshnu, edhe i heket akuza sa Milushtokit për terrorizëm, dënohet 2.000 euro. Një plak i mriri, para 2 dite, i kishë thonë, isnin gocotit vrasa që po dijon që i ka thonë plakin në ratë, me të meta psiqike, dënohet 4 muaj. Çfarë institucionësh janë këtu? Për çka kem liftuna? Për çka në kumë një familje komplet? Kumë dho babën, kumë dho pjesë trupit? Me na mbrojt? A me na i pru terroriste kriminelt? Me na sulmu kur duhen? E jo, Sokol Halilin, edhe familjen e Sokol Halilit, nuk ka pas as shkoj shkinc, po as kriminele terrorist nuk do të ketë që do të ampushtë. Kjo është e dhimbshme se institucionet kanë përgjithësi. Edhe do të veprojnë sa ma shpejt, që është e mundur që këtë kriminel, me këta njerëz për rreth, që vrasin, kërcenojnë, shantazhojnë, disa njerëz, vetë sa Milushtoki, u shkuma ka kërcenu asamblistin e iniciativës qytetare për Skënderaj në Rezallë. Ku është AKI që infermieri Gabelin nga Rezalla nuk u shku me asheru, babën ja kanë lënë me dek, ka vdek njeri që nuk ja kanë rru katyterin. Ku janë këto institucione që nuk veprojnë? Spitalin e Skënderaj as shtolle gjonve nuk është. Njerëz, doktorët e mirë, na kanë ikë nga Skënderaj, në shkull Mitrovicën, Prishtine. Ky e ka mush me veterinar, as veterinar qene si kisha lënë ata. Duhet institucionet me në animu, që me hjekit njeri të keq. Duhet AKI-ja të vepron, sepse nuk ka qytetar i Skënderajt, apo i Drenicës, apo i Kosovës, që mund të bani krim, e nuk e din AKI-ja. AKI-ja është një institucion shumë kredibil, shumë i sakt. Prandaj, ju lutna, institucione më kredibile, AKI-s, të veprani, të shlironi policin, të shlironi qytetarët, të shlironi shëndetësin, të shlironi popullin e Drenicës, se jena në krizë. Nga këta njerëz, ku këtë 4-5, i njeni ju kush janë ata. Po kjo shefi gjitha krime. Nuk bohet krim Drenicë, pa dhonë urdhën kë. Pra ndaj unë e këmë thonë, nuk kam pol të rejtë. Vetë 2 pol jena, kjo e dhonë. Ju lutna institucionet, ju lutna Ministrisë Mbrojtjes, që ta sjell FSK-n Skënderaj, edhe në Verit Mitrovicës. Pa morë për asysh e janë të knoqën Evropian ta jo, ne do ta kem FSK-n edhe në Veri, edhe në Skënderaj. Që qytetarët të morin frymë lirshëm. Mos rekomandohen se kush ku me shku, a kush qa me bon. Prandaj, na duhet bohëm bashk, që jo vetëm zeri im dëgjohet, po dëgjohet zeri i gjithë drenicakve ku e kanë njëtin mendim, por e transferon, e largon nga puna, e kërcenon, hinë rej, hinë plagus, nuk ka kush ka i ban. Edhe dalin shëtitën haptas. Une i garantoj qytetarët e Skënderajt, i garantoj institucionet, nuk do t'jam as njëherë sulmus. Kur? Edhe me shkos këmë qenë sulmus. Por në pozicionit tim, në vetë mbrojtjen time, do t'jam i gatshëm. Por, i garantoj qytetarët e Skënderajt,
dhe gjithë Drenicës, se nuk do ta mposhtin kriminal Sokol Halilin. As nuk do ta blenë, pa marrë parasysh tentativa tyre me prona, me miliona, nuk shitet Sokol Halili. Unë jam i qytetarëve, do të gjelëm i qytetarëve. I lus intelektualt, profesort, doktort, veprojna një mëmni, si ku në atë kohën, kur kem vepru ilegalisht, ku kem mësuna për shpia, që shkollat na i noli Serbia, po ne, inteligencën dhe aftësit tona, i ushtrejshëm na për shpia. Dhe arritëm të shporëm shkollë. Prandaj, duhet bashkarisht t'i kërkojmë përgjithësia këjis që të na ndihmon.